Situata politike në vend për ish presidentin Bamir Topi është në ditët e saj më të këqija. Sipas Topit, gjithçka e kazanafillën në 2008 me ndryshimet kushtetuese nga mazhoranca e atërshme, sot në opozit. Shteti është në ditën më të zezë, nuk e them unë, e thonë të gjithë. Dhe sot çudia më e madhe është që nga kampi i opozitës sot deklarohet mbas 9 vitesh, eksaktësisht, që pas kanë bërë gabim me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Kampi tjetër, i cili është në mazhorancë sot, e ka pranuar pak vite më parë. Sot zoti Basha e pranon pikërisht në momentin kur e shikon që atë që ka gatuar shefi i tij, ajo çorbe madhe e gatuar në vitin 2008, e detyron pasardhësin që të hajë këtë çorbë me garushte. Bamir Topi, njërësh edhe kreu i Frymës së Re Demokratike me batut dhe ironi, i është përgjigjur akuzës së Lulzim Bashës për hyrjen e FRD-s në zgjedhjet e 18 qershorit. Kam qenë duke ligjëruar në vitin 2005, kur shikoja një të ri që ndigjonte me vëmendje. Mu duk një fizionomi shumë e mirë, pyeta kush ishte, thanë që është një pruri e re, një profil perëndimor, i shkolluar në universitetet e perëndimit. Së paku do të vinte, do bësh krah. Pikërisht për linjën e moderuar, çudi e madhe është. 2 njerëz kanë parë që kanë mësuar metamorfozë në involucion, jo në evolucion. Zotin Basha dhe shefin e tij. Bamir Topi vlerësoi zgjedhjen e Ilir Metës president të Republikës, ndërsa sqaroi se ai nuk u fut në listat për deputet të FRD-s, pasi partia sipas tij nuk është në interes të kryetarit.